Na e dim që minja din me knu, jo vetëm me knu, po mënoj që është për te i këndimit. Unë që kam pëlqen jashtëzakonisht shumë, është besimi, është siguria, është, dhe më thonë nuk je pes pare, pëse... Shumë mirë. Po. Unë për shohë në studio shumë rahat. Që kësan është, që këgjo është, si me thonë, mu ka më zhdarsht kohë, si me thonë, si aktor me... Se... Para se me dalë në premier të shfaqe, ose i ki 300-400 veta publik, sinqerisht është shumë ngarkesë dhe shumë presion, dhe më thonë, shumë e frikshme, me thonë drejten. Po e mojme një laftë Gjevat Qorajt, në djes post, aktorit tonë të malë, dhe më thonë, në tonë njëtë dhe ke jam tut, i këm po të edhe djetë jam tut ti qitash. A të në alo sot të ke tut, në me me dalë kamera, ose ti qka përpara, kemë kom trama dhe ke kjo të banë profesionist, një farforme. Kështu që, hera porë konë vitin e kalu më duke të, se para 2 viteve, diçka në gjajshme. Ka qenë Florenta Brashi, një këngëtar, një shok i jo, një shumë i mirë. Super djallosh, super artist. Ka qenë me orkestrën e vetë në qatë aheng familjar tonin. Edhe, qështu, do më dhe, apo delni, apo dalin, dhe kemi dalin, kemi bu kongën... Rjedhë në këngë e ligjerime. I kemi bu bashkë aty. Do më thonë, Afrimi po flet edhe konfirmimin ka mija për plotësën mija. Po, sigur. A ki në i rutin me babin, qoftë edhe me mamin, që ty të plotësën, të bënë mundje mirë, edhe kërri në herë i e ngarkume, jeni fmi, keni dëshirat e juja, ankesat e juja, po në i rutin që ti me zi pret, qka do qoftë, jo veç në muzikë, po qka do, me dalë me babin